Shpresoj të më lërë familjen e qetë. Xheneta ironizon Eglin dhe Gjestin befason me deklarata, ja çfarë thot ajo. Xheneta Fetau ka komentuar pothuajse të gjithë situatat e Gjestit dhe Eglit në këtë Big Brother që u mbyll, teksa si opinioniste ajo ka dhënë edhe mendime në lidhje me dinamikat në shtëpinë më të famshme. Në një deklaratë të re ajo ka thënë shumë çka, teksa ka thënë ndër të tjera: unë kam thënë dhe po e përsëris sërish, disa nga njerëzit nuk e kanë kuptuar që unë këtu jam në punë. Unë po flas për herë të parë të fundit për raportin me ata të dy, për lidhjen që ka. I uroj vetëm suksese. I them të gjithë rrethit të tij të më lënë të qetë, sepse nuk më kanë lënë edhe pas Big Brotherit. Njerëz që punojnë me të, ata e dinë se kush e tek. U shpreh ajo, teksa tha se njerëzit e Gjestit e kanë kërcënuar atë për edhe familjen e saj, teksa tha: shpresoj të më lënë mua të gjithë familjen time të qetë. Familja ime ka qenë shumë e shqetësuar gjatë gjithë kohës kërcënime, pse ajo vazhdon flet për të. Kështu që unë them që të vazhdoj të jem këtu me punë të reja dhe jo të flasim më për Big Brother, tha ajo, teksa nuk e ndali asnjë ironi për Gjestin dhe Eglin. Pas mbarimit të Big Brother, teksa po përflitet se çifti Egli Gjesti do të marrë fund, ajo në një video të shpërndar me shoqen e saj Brikena ka ironizuar çiftin, teksa mes të qeshurave tallse ajo shpreh se ajo ka qenë nata e fundit që Gjesti e Egli janë parë bashkë, duke thënë: më në qef jemi unë dhe Brikena se sa disa të tjerë, disa që e kanë natën e fundit bashkë dhe më kur s'kanë për t'u parë bashkë. Nëse një muaj duhet, e do publiku, e do fama. Një shprehur Xheneta me mikeshën e saj, teksa komentet kanë qenë tepër bullizuese negative pas kësaj xhelozie, teksa Xheneta ka shpërthyer në Instagram: moralista Leshi, shumë prej jush edhe tash quajtur VIP-a, po e shoh që qengeni prek për një video krejt normale ku ironizoj për diçka që dihet e është thënë edhe prej vet protagonistëve. Ju pas kanë dhënë material me moralizu, krejt e qartë, por e kam vetë një pyetje për ju: ku ishit ju kur jo në një rast për në disa herë në mënyrë më të poshtër të mundshme u ofendua në moral, e u preka në familje, e vazhdoj të marrë çdo ditë lloj-lloj kërcënimesh e komentesh të ndryshme përpara miliona shqiptarëve? Ku ishit jo për të më mbrojtur të paktën përmes reagimeve një femër që po shënjestroi padrejtësisht? Ku ishit ju të botës së mediave kur një kolege juaj ja vë çmim për një femër tjetër live në televizion kombëtar? Deri kur me standarde të dyfishta? Deri kur reagimet i keni me dallime, veç një gjë më është mirë ta bëni, të heshni, është shprehur Xheneta.